Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se erdhët në e-klasa. Shpresoj se jeni të gjithë mirë. Unë jam Senadi, arsimtari i muzikës pranë shkollës fillore Emin Duraku, fshati Bukoviç, komuna e Sarajt. Sot do të kena mësim me klasën e 9. Njësia mësimore për sot është format muzikore, kënga e vogël dipjesore. Qëllimet e orës janë nxënësi dhe nxënësja ta dalloj këngën e vogël dipjesore përmes dëgjimit dhe t'i dalloj periudhat brenda këngës së vogël dipjesore. Pra, format muzikore. Format muzikore janë elemente bazë përmes të cilave ndërtohet një vepër muzikore. Ato janë motivi, fraza muzikore, fjalia muzikore dhe periudha. Motivi është pjesa më e vogël e tërësisë muzikore. Fraza ose ditaktëshi është tërësia muzikore e ndërtuar nga motivet. Fjalia muzikore është mendim i formuluar muzikor i ndërtuar nga di fraza dhe periudha është e ndërtuar nga di fjali muzikore të cilat plotësohen midis tyre dhe krijojnë tërësi të rrumbullaksuar muzikor. Fjalia e parë e periudhës është në formë pyetje, ndërsa e dita është përgjigje e pyetjes. Skema e elementeve të formave muzikore. Analizojmë. Pra, 8 motive përmbajnë 4 fraza muzikore. 4 fraza muzikore përmbajnë di fjali muzikore dhe di fjali muzikore përmban një periudhë. A. Forma një pjesëshe. Organizohet vetëm një periudhë e vetme muzikore ku fjalët muzikore përsërisin atë tjetrën në mënyrë të njëjtë. Por kemi ku fjalit muzikor përsërisin njëra tjetrën me pak ndryshim. Këto janë struktura tipike të formës një pjesëshe. Kënga e vogël gjipjesore ose AB. Forma e vogël gjipjesëshe e këngës është e përbërë nga di pjesë. Çdo pjesë nuk është më e madhe se një periudhë. Pjesa e dytë mund të jetë e ngjashme me të parën. Në formë të tillë, shpesh janë këngët me refren. Forma dipjesëshe A-B organizohet në di periudha muzikore, fjalit muzikor përsërisin njëra tjetrën me ndryshime. A. Periudha e parë dhe B. Periudha e dytë muzikore, e cila është vazhdimi i mendimit muzikor të periudhës së parë A. Kënga e vogël dipjesëshe, Natën e mirë nga kompozitori i njohur Johannes Brahms. Analizojmë këngën Natën e mirë. Periudha e parë, pjesa e parë A, rreshti i parë, fjalia A, rreshti i dytë, fjalia B, rreshti i tretë, periudha e dytë, pjesa e dytë B, fjalia e parë A dhe rreshti i fundit, fjalia B. Dhe kena skemën e këngës dipjesëshe. Besoj se ju pëlqej për sot mësimi. Faleminderit për vëmendjen. Ju uroj shëndet dhe sukses. Mirupafshim nxënës të dashur.